Po, nuk është problem, edhe beqiri, edhe bekiri, original është me kë. Mirë po shqiptarë, zakonisht e shqiptojnë me që. Faleminderit shumë. Hoxhi nderuar, vendimi nuk është vetëm i qiftit në aspektin a e mundëson mjekësia apo jo, sepse mjekësia tashmë na e mundëson. Por e kanë parasysh edhe aspektin tradicional. Për shembull, unë di shumë burra që nuk pranojnë të nënshtrohen trajtimeve, sepse ju duket vetja se po zhburnohen. Po ka dhe shumë tjerë që vendimin e marrin duke u mbështet në besimin e tyre fetar. Çfarë thot feja islame për këtë aspekt? Sa i përket IVF-s ose frytnimit të asistuar, siç përmendet në gjuhën shqipe, ose mbarësimi artificial, duhet të kuptojmë fillimisht se infertiliteti sipas fesë islame konsiderohet një mangësi, të mos them një smundje, e cila lejohet që të kurohet apo të përmirësohet dhe menjanohet kjo mangësi. Për arsye se në Kur'an, për shembull, e kemi shembullin e profetit të Zotit Zekeria a.s. i cili s'ka pas fëmijë dhe vazhdimisht ka kërkuar prej Zotit. Ai ka bërë lutje, normal se këto metodat bashkore s'kan ekzistuar në të kohën shumë të hershme, pak para erës sonë, për arsye se ai ka jetuar pak para Isait a.s. Fakti që ai vazhdimisht ka kërkuar prej Zotit që të largoj nga vetja, atë paaftësinë për të bë prind, tregon kjo se, feja nuk ka asgjë kundër, këtyre metodave bashkohore për të, për të u bë prind. Prandaj disa vite pasi që realizohet me sukses në botë IVF-ja ose frytnimi artificial, Akademia e Fikut Islam, Akademia Botërore e Fikut Islam, që është me qendër në Arabinë Saudite, është një ndër institucionet më relevante për dhënien e fetvave. Në vitin 1986 jep fetvan ose verdiktin të themi se frytnimi i asistuar ose fekundimi artificial është i lejuar, por normalisht që ka disa kushte. Tash kam frikë mos zgjerohemi, po unë do të mundohem që të jem sa më koncis që ta sqaroj këtë qendrim të fesë islame për sa i përket. Pra e para që do ta theksojmë është që është e lejuar, dhe gjithë ata që mendojnë se feja islame nuk e lejojnë, e kanë gabim. Pastaj ma thuaj në mënyrë të koncize kushtet apo ato rrethonat. Po, do me thonë, parimisht është e lejuar, mirë po kushti kryesor është që, frytnimi artificial ose fekundimi artificial të bëhet mes një çifti të cilët kanë kuror mes vete. Kjo është kushti elementar dhe më i rëndësishmi. Nuk mund për arsye se nuk lejohet që të donohet sperma e burit, nuk lejohet që për shembull sperma dhe vezori të fekundon në një mitër tjetër, në një person tjetër, pala e tretë ndërhi. Nëse bëhet fekundimi, qoftë në e provej, se dy metodat ekzistojnë, qoftë në e